Vëllezër dhe motra, i greve dhe njerë tjetër lartë gishtat e lirisë, të gjithë bashku. Lamaik! 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 Të gjithë! Lamaik! Çfarë ka bërë Edi Rama Shqipërisë? E shkatroi, e ka vjedhur. A ka çaj bëndo apo jo? A duhet ta lëmë Rama të grabisë Shqipërinë dhe shqiptarët, apo t'i themi stop? Edi Rama vjedh me Belinda Ballukun, e mbron Belinda Ballukun. Të guxojmë në njeri prej jush, të mos i paguaj faturat e energjisë elektrike. E dini vetë se ku shkoni. Në pamje drejt për drejtë nga protesta. Motra dhe vëllezër, demokrat, shqiptar, pa dallim ideje, feje apo krahime. Ky nuk është më një debat politik dhe as luftë politike. Kjo është një përballje mes qytetarëve dhe një pushteti që ka kaluar çdo kufi. Një pushtet që bën ligje për të mbrojtur veten kur vjen miliona miliarda euro. Një pushtet që çon në burg qytetarin e varfër që nuk paguan dot as faturën e energjisë. Një pushtet që për vite shtatot të qasme po eci përpara. Po mbillën pyje orbitale. Madje, navigana dhe italianët këtu e mbjellin flok. Po çfarë shohim ne të gjithë këtu? Gjithë shqiptarët, nga kjo qeveri. Ky është vend ku skandalet mbyllen, drejtësia pengohet, zgjedhjet kontrollohen, pushteti nuk jep llogari. Sot, nga ky shesh, ne nuk po kërkojmë favore, ne po kërkojmë atë që na takon. Vot të lirë. Fishek zjarret në drejtim të kryeministrisë. Ka nisur fishek zjarret. Ndërko, shohin qytetarët që shpërndahen, ndoshta do të nisë rrugtimi prej këtu dhe marshimi i qytetarëve në drejtime të ndryshme. Ka nisur në mënyrë intensive fishek zjarret në drejtim kryeministrisë. Këto janë pamje drejt për drejta nga bulevardi jashtë ambientit të kryeministrisë. Shohin fishek zjarret në drejtim të godinës së kryeministrisë. Ndërkohë edhe gardi policor është larguar, është vetëm gardi metalik që qëndron para kryeministrisë. Ndërkohë ka nisur edhe kundërpërgjigja e policisë shtetit me autobotët me ujë për të çuar molotovët. Ndërkohë vijon fjala e organizatorëve në bokse për protestuesit. I menjëhershëm ka qenë reagimi i policisë shtetit për neutralizimin e fishek zjarreve dhe molotovëve. Kjo është një praktikë që kemi parë edhe më herët nga radhat e policisë. Ndërkohë edhe ky aksion i opozitës është gjithashtu një përsëritje e aksioneve të mëparshme të tyre me fishek zjarret. Ndërkohë ka nisur dhe botet me ujë në drejtim të qytetarëve. Menjëherë në nisje të protestës me nisjen e fishek zjarreve ka nisur edhe kundërpërgjigja e policisë shtetit me ujin, botet me ujë në drejtim protestuesve. Në radhët e tyre është dhe kreu i Partisë Demokratike zoti Berisha, i cili po mbrohet me çadra nga shoqëruesit e tij. Ne kemi kolegen Gjensila Kodra në komunikim të drejtë për drejtë. Gjensila, çfarë po ndodh aty? Klevi të përshëndes, në fakt vetëm pak minuta pasi mbërritën dhe protestuesit në bulevardin Dëshmorët e Kombit pranë godinës së kryeministrisë,
edhe hedhja e molotovëve, lëmëve piroteknike dhe fishek zjarëve dhe Ka nisur gazi Gjensila? Okej, molotov pranë qytetarëve. Është përdorur ujë dhe gaz lotësielës nga ana e policisë, për si një kundërpërgjigje për atë çfarë në fakt u hodh fillimisht nga ana e protestuesve, të cilët në fakt përveç molotovëve të hedhur drejt godinës së kryeministrisë, nisën po ashtu edhe me heqjen e gardit metalik I cili qëndronte pra aty vendosur në godinën e kryeministrisë. Ka një do të na duhet të vendosim në fakt për pak sekonda edhe Poziciononi, siguroni veten s'pari, në pas vjoni me raportimin, ndërkohë ne me pamje drejt për drejta, shohim autobotet me ujë të cilat vjojnë të hedhin ujë drejt protestuesve. Ndërkohë më I pakët tashmë ka rënë edhe intensiteti I goditjes së kryeministrisë me fishek zjarre apo molotov, shumë pak po shohim molotov në drejtim të kryeministrisë, ndërkohë shohim disa vatra jashtë ambienteve të kryeministrisë. Gazi lotësielës ka nisur në turp në drejtim të protestuesve, të cilët po e kthejnë, po godasin mbrapsht policinë me gazin lotësielës të hedhur prej tyre në drejtim të protestuesve. Janë sporadike dhe molotovët në drejtim të kryeministrisë, por gjithsesi janë marrë masat nga radhët e efektivëve, me sa shohim janë shumë pozicionuar, shumë efektiv, cilët janë pozicionuar me bombula ujë, gjithashtu edhe autobotet me ujë, cilët janë pozicionuar nga ambientet e hyrjes së kryeministrisë, hyrjes zyrtare të automjeteve dhe delegacioneve, ndërkohë vijon hedhja e gazit lotësielës, shohim me syze dhe me mask, okej, dhe me kapele. Zoti Sali Berisha është ky që shihni në ekran drejt për drejt, I maskuar dhe I pa identifikueshëm lehtësisht nga qytetarët, një molotov, një bombull gazi hedhur në pranë këmbëve të tij, por gjithsesi duket se zoti Berisha gjithashtu I ka marrë masat për të përballuar edhe kundër përgjigjen e kryeministrisë. Shohim qytetarët cilët janë të orientuar nga forcat e policisë dhe janë duke u tërhequr për shkak të hedhjes gazit lotësielës në drejtim të tyre, ndërkohë më herët pam zotin Berisha të maskuar me kundra gaz, gjithashtu vendosi edhe kapuçin. Pranë tij qëndrojnë edhe bodyguardët të cilët janë pozicionuar me çadra për të shmangur edhe goditjen e kreut Partisë Demokratike nga botet me ujë, nga uji I lëshuar nga botet e policisë, gjithashtu edhe nga gazi lotësielës I lëshuar prej tyre. Në këto momente shohim që janë ndarë në dy kampe demokratët në Verik Bulevardit dhe në Jug Bulevardit, të imponuar nga kundërpërgjigja e policisë shtetit ndaj tyre nëpërmjet gazit lotësielës dhe autobotëve me ujë. Shohim flamujt, të cilat ndoshta do të shërbejnë si orientim për drejtimin e protestuesve. Flamujt gjerman dhe flamujt shqiptar në fakt janë pak të shpërndar. Okej, ne do të kemi komunikim drejt për drejt me kolegun Osman Stafa, I cili do të na njohë me situatën aktualisht në bulevard. Osman, çfarë po ndodh aty? Shohim efektiv policia që po vrapojnë. Nuk e dim në drejtim të kujt, çfarë po ndodh, edhe efektiv forcave shqiponja në drejtim të bllokut. Në drejtim të bllokut, pasi do të marrin atje masat për të mbrojtur institucione të rëndësisë së veçantë, siç është edhe vila e ish-diktatorit. Dies Osman ka hequr kapuçin, Sali Berisha edhe maskën. Atyre klevi protestuesi tashmë do drejtohen drejt Bashkisë Tiranës dhe do të hyjnë në unazën e vogël për t'ju drejtuar më pas ndoshta drejtorisë policisë Tiranës, por është bërë thirrje që protestuesit të ndjekin flamujt, edhe këtë herë është bërë pra thirrje që ata të organizohen përsëri e të vijojnë pra marshimin. Protestuesit të ndjekin flamurët. Pra bëhet thirrje që të ndjekin flamujt dhe flamujt gjerman, që ne pam pra kleve dhe I raportuam, nuk janë rastësor, por lidhen edhe me veprimet e Gjermanisë në raport me Shqipërinë, ku sipas tyre gjermanët kërkojnë integrim me merit dhe jo me propagandë. Pati shumë klevi vetëm pra pak sa për të hequr maskën, duke qenë se tashmë
protestuesit janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit duke u drejtuar drejt Bashkisë Tiranës, ku do të kalojnë aty për të vijuar mëtej në unazën e vogël të Tiranës. Do të jetë ky një lloj marshimi i cili do ngjajë protestës së fundit, nga ku do të ketë edhe shkuarje në disa institucione të cilat janë të rëndësishme, por që do t'i ndjekim nga moment pas momenti, pa dashur të raportojmë duke qenë se kjo protestë është duke vijuar, mund të ketë ndryshime apo plane, dhe për këtë arsye nuk po japim edhe atë se çfarë të paktën dim sipas burimeve tona se ku do të vijojë dhe si do të vijojë kjo protestë, ndërkohë që është bërë thirrje protestuesve për të ndjekin flamujt. Është flamuri gjerman, është flamuri shqiptar, është flamuri Bashkimit Evropian, ndërkohë që jemi tek zoti Berisha, i cili ndodhet bashku me deputetë të tjerë të Partisë Demokratike.